A duhet I lajmë dhëmbët çdo natë para se të fle? Ja si qëndron e vërteta. Në darkë ke në gojë një shumicë të konsiderueshme të bakterjeve që janë grumbulluar aty nga ushqimi I ditës. Këto baktere krijojnë edhe shtresa njëra pas tjetrës duke sjellë më pas probleme me dhëmbët dhe mishrët e tyre. Mbeturinat që krijohen nga ushqimet përmbajnë shumë acid I cili si dihet prish smaltin e dhëmbëve çon deri në prishjen e rrënjës dhe dëmtimin e tyre. Shoqata dentare amerikane rekomandon pastrimin e dhëmbëve të paktën 2 herë në ditë dhe njëra prej tyre është përpara se të shkoni për të fjetur. Larja e dhëmbëve eliminon baktere dhe pengon shumë rreziqe që vijnë nga grumbullimi I tyre. Dentistët rekomandojnë larjen e dhëmbëve kur zgjoheni dhe para se të flini. Nëse ke zakon të keq të flesh pa I larë dhëmbët ose je dembel, provo të mbash një fill dentar afër shtratit ose një furçë dhëmbësh, është më së miri edhe të lani dhëmbët gjatë ditës. T'i shplani ato me ujë të rrjedhshëm dhe t'i pastroni gojën tuaj sa herë që konsumoni diçka që ju lë mbetje në gojë.